pavarësi Kosova Sa ftove të qera me shumë ftove Shumë ftove edhe me syze Vazhdoni me komente, vazhdoni me këto komente që këme syze Nese sa për atmosferë Se sa të nxeme me qik Jemi në Prishtinë, kemi ardhur të festën e pavarësisë Kosovës që është padur 18 vite, 17 shkurti 18 vite që nga viti 2008 pra me 17 shkurt në orën 15:39 në parlamentin e Kosovës është padur pavarësia dhe situata në Prishtinë është kjo ku shumë makina, shumë trinj, shumë njerëz me flamuj shqiptar, kuqezi kryesisht, por dhe flamurin e Kosovës, atë që njihet nga pavarësia pra, janë duke festuar në rrugët e Prishtinës. Dhe ne do të shkojmë tani në qendër të Prishtinës, shohim se çfarë ka dhe a ka organizime, se më si po nxjerr fjalët se këtu po bi pak borë. Po që se shohim, normalisht do ta shohim se jemi me syze. Kështu që kur shkojmë atje të shohim çfarë ka në gjotë lezeshme se kemi marrë nga Tirana. Edhe policinë pas kalon makina në rrugë. Ne kemi marrë benzina. Kemi rrafë policia, të rrafë. Këtu afro më shumë nga qendra e Prishtinës, shohim që s'ka asgjë festa, asgjë gjoje, dhe më parë na thoshin ne ndër vite që Shqipëria kaloi edhe 100 vjetorin e pavarësisë. Por pse mos bëhet kjo çështje e festimit të pavarësisë? Po ja pra, Kosova 18 vite pavarësi, s'ka asgjë feste. Vin nga Shqipëria, nisim nga Tirana. Shohim që s'ka asgjë, vetëm një atmosferë që krijojnë rinia e shqiptarëve të Kosovës me makina, me flamuj, me këngë patriotike, mundohen që t'japin një lloj ngjyre festive për ta festuar të shtetin e pavarur. Vjen policia direkt edhe si nuk e lejon shunat, nuk e lejon. Nuk duhet që të ketë të frymën që paktën për i datë në vit, siç është 17 shkurti, të tregohet që ky vend është i pavarur. Gjithmonë që është i pavarur, se mund t'jetë i pavarur nga shtetet që kanë dashur ta pushtojnë, ta uzurpojnë, ta soptojnë dhe ta zotërojnë të vend, por ndoshta nuk është i pavarur nga ata njerëz që vetë ne i kemi zgjedh që të na përfaqësojnë në kuvendin ose në politikat, në qeveribërjen
qoftë shtetit shqiptar, qoftë Kosovës, ata nuk e duan këtë që ne të ndjehemi shqiptar, qoftë Kosovës, qoftë Shqipërisë. Është po njëra frymë që po ushqehet qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë për breza të ndryshëm që vinë dhe rriten, jetojnë dhe ndërtojnë të ardhmen e tyre në këtë vend. Ka ndonjë festë që i marrë Kastile nga Tirana, ka ndonjë festë për vjetorin e pavarësisë Kosovës? Organizim. Ka një organizim koncert që Ma herë ka pas është se di. Ma herë ka pas, të thotë të kolegu im gazetar, po tani nuk duhet kishte diçka për shemb. Vallai me kon mirë. Si mendon ti po? A duhet kishte 18 vite u bë pavarësisë, po të kishte 100 vite, okay, hajde u lodhëm, e mësuam, u morëm vesh. Ndoshta s'është nevoja më se. Po, unë mas po ja uroj të gjithëve të 18 vjetorin e pavarësisë. Inshallah ata që i kanë hak i liroj sa më shpejt, sa ata e meritojnë me konë të lirë, edhe në menoj që i shdosh me pas një organizim të mirë. Si ndoshta ti si ke pas mundësinë për para ditëve, ta kemi mundësinë gjithë. Darka është pak më e përshtatshme le të themi për gjithë grup moshat, qoftë ato që janë punë gjatë ditës. Sot i qelloi ditë javë. Ndërkohë që pavarësia është shpallur në 2008-ën, ka qenë ditë. Po, unë e menoj që i shdosh me konë një organizim më i mirë. Çfarë është shpallur pavarësia? 2000 data ka qenë 2008. Dita në fund kujtuar. Në 17 shkurt ka qenë? E qenë ditë, ka qenë ditë pushimi, sot ka qenë ditë pune. Po, sot ka qenë ditë pune. Sot është e martë. U shdoh me konë një organizim më i mirë, po që nuk e kanë bërë, inshallah tjetrin e vet. Inshallah morim si për vitin tjetër do të bëjmë një organizim darkave. Darkave edhe ne erdhëm lam gjërat tona edhe më mirë edhe besoj. Si vini ju në Shqipëri për Shqipërinë, edhe këtu Shqipëria është. Kur ju në Shqipërinë edhe bashkë. Inshallah gëzofshi çdo vit më shumë edhe qofshin gjithmonë bashku. Respekt, shumë Flamurit e Shqipërisë. Po patjetër, atë kemi thënë mirë se flamuri edhe i shqiptarëve të Kosovës është po flamuri jon. Ky është flamuri i kombit, kurse ky është flamuri i Kosovës, flamuri i pavarësisë. Ja. Tu kanë ardhur festojnë edhe kinezët. Ja të pyesim të çuna. Çuna, një mendim, a ka ndonjë festë, një organizim për sa përket pavarësisë Kosovës? Si të shohim, kemi ardhur Kastile nga Tirana. Nuk e di, nuk po mos valla për sa ata dolën. Po si ka mundësi pse Këtu pak të lartë. Ore kafe të rregull, po them diçka që për gjithë popullatën, për gjithë nuk ka fare. Për 28 nëntorin, hajde. Për 28 Po nëntor. kam qenë unë, po tani ju nuk e festoni, ju festoni vetëm 29 së nëntën, nuk e festoni Ne shtatë. festë kemi, jeni kombo shtaj. Po po jeni edhe shtatë. Se kombat e themini patjetër, ju flamuri i shqiptarisë, i shqiptarëve, i kombit shqiptar, siç është Kosova, Shqipëria, Malizi, Maqedonia, vende të tjera, të treja të tjera është patjetër është flamuri fuqëzi, por si shtet ju keni flamurin tjetër apo se pranoni? Nuk e pranoni? Jo, na kemi flamurin tonë. Kush është flamuri? Fuqëzi. Bravo, çuna, edhe kjo është ideja që ne do ta ushqejmë të kemi sa më Veç shumë. kisha pus dëshirë që Faleminderit. po rrjetet sociale apo stohet. Ja vetë të postojmë. Jo, s'kam çap me do rrjetet sociale. Po ti folë edhe mirë, ha? Po fola mirë, po kisha pus çap me prej suksesë, nuk kam çap. Jo se kum po sot vilem Kam dalë sot, ë? TikTok më gëdoni shprej një video prej. Digun nuk e di ai sa. Po po çfarë sy ai? Po nuk kam çap. Nuk Po kam ti çap. do të apo hive ja. Ti mendoj më ndryshe se unë. Nuk e fol mirë apo? Nuk kam çap, nuk kam çap, s'kam çap atë. Se kam e shef. Unë njerëzit shprehen, po se mbrapa, po di, se mbra xhetonin, mos e nxjerr video. Kam pa diku, po mos e nxjerr video. Na kanë marrë njerëzit frikë, nuk e di. Ja ka të çuna të tjerë për shkak. Valla si kalove? Ore s'ka ndonjë organizim këtu për festën e pavarësisë? Jo. Pse? Nuk e di. Po ti je mërzitur ja? Asuni. Goca, a ka ndonjë organizim? S'kam rregullu mi flokë që s'ndalen do gocën. Me hise edhe ti del me syze saldatori tani në mes natës se do me të nal njeri. S'ta njeri pësh. Nga të nalit ish. Jo. Një përshëndetje kemi ardhur nga Tirana për të festuar. Pa? Ku ka në vend kështu që Për festu në Hajvali do të mos prej. ku? Hajvali.
Hajmali. Jo më kemi ardhur me Të je orë me festu pavarësinë e tërë. për pavarësinë, jo më kam marrë me festuesi, kam ditëlinjë sonde. Urime, i zonë. Faleminderit. Urime. Ju çfarë festoni për ditëlinjën time? Jo, na për pavarësi kena me festu sotit, po ta urime i ty. Kosovës për festojnë. Bravo. Mirë po, urime edhe për ty, urime ditëlinjë. Faleminderit. Edhe 100 vite tjera me shëndet. Bashkë me ju, me Kosovën, me shqiptarinë, me shqiptarët, e ta thjesht për koment, por kemi ardhur ne, kemi ardhur nga Tirana, nga Shqipëria për të festuar bashkë me shqiptarët e Kosovës, gjithë si shqiptar. Por Po ti ka ke vetë? jo, e kam edhe shokët aty. shokët Kam edhe aty. shokët aty. Sa kemi ardhur, po Urime. s'po shohim fare këtë atmosferën. Ja unë ndarë se dhe që tash, Ora pa. 10. A dhe i tani më dhejtë? Duhet që ashtu, po unë ndarë se dhe që tash sa muzika. Jo, pa shumë, jo, pa shumë. Ju e boni ditën, nuk e boni natën? A tash natën në restoran. Unë nuk dalë shpesh, po sonte po shoh kallabllak paska dhe kështu që mira. A keni një mesazh për shqiptarët? Unë mesazhi im shkon, ju uroj gjithëve shëndet, lumturi, dashuri, harmoni me familje, me gjitha. Me gjitha, suksese në të ardhmen. Kaq. Ja urojmë festën e pavarësisë gjithë. A është një arsye kjo që kjo festë do të na bashkojë ka më shumë që të mos jemi të përçartë, për ndarë? Ja, me besoj se Po, na po, se bashkan. me Na bashkon, na kon sa ma shumë halo ma ta frut me Ashtu zveshtë. jem ti shku. Ashtu, Ashtu pak ma jemi, doshë. ashtu jemi. Tradicioni për të bashkuar. Faleminderit shumë për mesazhet tuaja, ja kaloni mirë dhe I përshëndesim edhe këta vite, dëgjuesit, gjithmonë. shikuesit, mirupafshëm. Mirupafshim. Urime ditëlindje. Faleminderit. Ja, të morëm edhe gocat. Goca, ka ndonjë festë sonde këtej për pavarësinë? Ti pyes për ndonjë festë tjetër se për pavarësinë, a për ndonjë festë tjetër ka? Jo. E kanë me sikletë mund, se normalisht nuk është një mësues që të jemi popull që të festojmë, të organizojmë gjëra të bukura, pozitive, të flasim. Tani do të shkojmë në një vend tjetër që ka një simbolik të veçantë për Kosovën, Prishtinën, siç është ky sheshi ose ky vendi, Newborn, por Newborni këtë herë, pra atë që ka karakteristikë vetën, veçantitë vetën është që çdo herë kur është pavarësia e Kosovës, vjen me forma nga më ndryshme të dizenjuara për të dhënë mesazhe për sa i përket situatave dhe rasti konkret për këtë vit, për atë se çka po ndodh dhe në gjykatën speciale në Hag, pra për 4 udhëheqësit e UÇK-s, të drejtues të shtabit UÇK-s, që po dënohen, po kërkohet pra atje, po i bëhet një gjyq padrejtësisht dhe po kërkohet nga prokurorët e prokurorisë speciale atje 180 vite për të katër nga 45 vite, por ajo se çka jep edhe kjo simbolik e rrethuar me këtë gardin është burgosja e Kosovës, edhe pse sot ne shënojmë 18 vite të pavarur si shtet, siç është shteti i Kosovës, por kemi një lloj burgosje për shkak se nuk po bëhet drejtësi siç duhet dhe është një drejtësi politike për atë se çka kanë bërë ushtarët shtimtar të Kosovës, pra UÇK-ja. Është interesante që gjithmonë Newborni vjen me mesazhe çdo herë kur është pavarësia e shtetit Kosovës. Ka një domethënie. O çuna, ju urim për pavarësinë, ha. Rime pavarësia. Ka një Me 18 vjeçet. Ç'a? 18 vjeçet. Po Urime. O vllai, po ti më, iku. Po ti më të thosh në gjuhën? Ha, të në gjuhën. Po. Bravo. Shumë e bukur. Shoqët shumë të ri, din të japin mesazh të vërtet. Mesazh që që s'pas ka fare organizim, kemi marrë nga Tirana, thash mos kanë organizim. Ka pas ditën. Ditën, po pse ditën? Nga ora 14 deri në orën 16 ashtu, ka pas parakalimet e Po, këto që janë të zyrtare. Kosovës, edhe ka pas gjëra ndryshme, aktivitete po ditën, ju natë. Po, të si kupto populli thjeshtë, populli thjesht do në i shik shumë në i tallavan, në i gjohë shumë. Po, do të dish vendet se. Ku janë? Nuk ka fare kështu, jo publike, vende publike. Po publike ka. Për shumë shesh, për shumë.
Me Knu Gjibani, Noizi, këto për kong patriotike këto në ato zakonisht. Ashtu jo, kështu që po sot ka qenë ditë proteste për ata nuk ka. Protestë për shkak të ushtrisë qëndimtare të Kosovës. Është festë dhe nikosisht kërkesë për prokurorinë atje që ka kërkuar që të vite për të Hagës. Por çfarë mendimi keni ju për këtë situatën atje që kanë kërkuar 180 vite për të katër drejtuesit e shtabit të QP-s? Çdo shqiptar në Kosovë apo çdo kosovar siç e quhni ju se nga tekse ku qenë nga Shqipëria. Nga Shqipëria, pra më ta thash. Dhe çdo shqiptar i Kosovës është që të lirohen ata. Nuk besoj që që kërkon, po të lirohen. Nuk e besoj që ka ndonjë kosovar që thotë të mos lirohen. Një urim të lutem nëse mundesh për shqiptarët e Kosovës dhe Shqipërisë kudo ku janë gjithë shqiptarët. Kudo që janë gjithë shqiptarët suksese në çdo lami të jetës pavarësisht çfarë detyre dhe punë kryen. Në mbi gjithat qofshin gjithmonë shqiptarë, kjo është mos të trajtojmë asnjëherë identitetin dhe pavarësisht fejes, racës, gjona të tjera, shqiptari është shqiptar. Nuk goja valla. Vërtet ti je mirë, për zotin. Mirupafshim, ditë mira. Bizëm tek gocë. Një mendim për pavarësinë sot, apo një urim? Jo. Urim e pavarësia. Po ka që? Ti mësuar më shumë shkollë? Ja të na thoj gocë të tjerë. Ata me organizim të se kena kasire nga Tirana për festival. Urime. Ka pas ma herët. Po tani natën s'ka? Ja. Ti ikim ne tani? Një urim për pavarësinë, Urime pavarësia. Po gjithë vetëm kaq që urime pavarësia, do na thonë diçka më shumë se sa urime pavarësia. Po goca, një urim për pavarësinë e Kosovës. Një urim për pavarësinë e Kosovës. Një urim apo? S'na nin fare, nuk na nin, çfarë në muhabete. S'na nin, një urim për pavarësinë? Bravo. Miq, ju përshëndesim. Urime për gjithë shqiptarë kudo ndodhen të Kosovës, Shqipërisë, Çavërisë, Malit Zi, Maqedonisë, kudo në të gjithë trevat, kudo ku ka shqiptarë në diasporë, qofshi gjithmonë shqiptarë të vërtet, ashtu siç kanë luftuar, kanë punuar dhe kanë bërë diplomacinë edhe ata njerëzis, ndoshta jo me armë, por me politikë, ashtu siç edhe ky zotnia këtu, Ibrahim Rogova, ka punuar për shtetin e Kosovës për të qenë i pavarur që ne të festojmë dhe të jemi gjithmonë më të lirë dhe për ta çuar vendin tonë veten dhe njerëzit tanë të japim dorën për të shkuar më përpara për si një komb i bashkuar, qoftë edhe pse mund të jemi ndarë, le të themi me emra të ndryshëm, por të jemi të bashkuar në bindje, në dashuri dhe në mbështetje dhe në marrëdhënie për të qenë gjithmonë sa më pranë njëri tjetrit. Skapi apo? Ka pa dorë aty. Po i gërtim. Bese, do i foton e kjo, se është më bukur. Thank you. E doni, është më e bukur kjo. Bravo. Uli çik kështu dorën poshtë. Të lum. Partia më kon Tiranë. Ki qenë Tiranë partia, ha? Më mirë është në Prishtinë apo në Tiranë? Ku nihesh më mirë ti? Unë nina më mirë në Tiranë. Në Tiranë. Se për pak nëna e Kosovës o Tirana. Si është? Nëna e Kosovës o Tirana. Si ndjeni tani me 18 vjetorin e pavarësisë shtetit të Kosovës? Të gëzuar. Jemi të gëzuar? Jo, është. Çfarë do na thosh në gjë të bukur për sa? Ata moj. Jo, s'ka ma vete se i hypën. Vetëm mos ik. Vetëm mos ik se me motorin në ligë, se ka për fest. Unë vi nga Drenica. Nga Drenica. Po. Nga Shqipënia e vogël. Nga Shqipënia e vogël. Si ndjehesh në këtë ditë shënuar, siç është 17 shkurti? Të gëzuar, na thon gëzuar për çfarë? Për çfarë arsye ndihesh i gëzuar për 17 shkurt? Po jem të lirë o burr. Si? Jem të lirë. Si të lirë? Lirë jem mos shkit sen kësajt, atë më shohur edhe u që këja i ka përzon këtë në shku në Beligrad i ka hangër drejqe. Edhe më kur s'kanë më këthy këtë. Me emër të Zotit asnjëherë. Ja.
Hajde maja pak ato. Por shemo, a jeni gëzuar ju që 17 shkurti është fiks 3 ditë pas 14 shkurtit? Qysh? Jeni të gëzuar që 17 shkurti është 3 ditë fiks pas 14 shkurtit. Ditë dashuruarve. Pra, Aha, lemra ja sa super. Ai, dita dashur. nuk jeni fare të gëzuar që i përkon është afër, janë afër me njëra tjetrën. Ne jemi të gëzuar me 28-29 nëntor, se është afër fund vitit. Festojmë dy fish. Ja, dhe na jena gëzuar, edhe ashtu Ju është. çfarë festoni më shumë? Festoni 28-29? Çka festoni ju edhe na festojna? Çka festoni ju shqiptarët në 29, Shqipëri po. edhe na festojnë këtu në Kosovë. Por pse s'pas ka fare këtu nuk pas ka në organizim? Turit nera. Këtu në Kosovë? Po nuk pas ka organizim, nuk pas ka festë. Kemi ardhur pastini nga Tirana, kemi Allah i di. 2 orë që kemi ardhur. Dhe s'pas ka fare domun. Sigur dini këto që do vinim ne prandaj ndalë muzikë. Festa. Qysh? Kjo është, duhet të përktheja pak gjermanisht. Gjermanisht qysh? Festën e kanë A mo tu e gjermanisht? Jo, gjermanisht, po ti Gjermanisht, kannst du Deutsch oder was? Katër gjuhë, pas, ka dhe gjuhë i dina na. Kannst du Deutsch? Of course. Of course. Mikrofon. Atëherë, pse është festa kaq e vakët si vjet? Ha? Shumë e vakët. E vakët. Nuk ka fest modhe, shumë pak fest. Vallai, nuk e di. Ka Jo, se jo e vakët, se e ka përktheu se pat ka nuk e lë. E përktheu gabim, nuk është e vakët, është e ftohtë. Madje edhe me këtë ftohtësi filloi edhe të bora. Valtin pas ka mërçej me dhe. Ja ka pos. Prapë Mos jeni në gazetë jo. Jo, të nxjerrim në YouTube, jo në gazetë. A në YouTube? Tashi, pyetja. Pse është kaq e vakët dhe kaq e ftohtë? Po do të thonë fejsa. Ja, tani filloj me kuptu. Ja, po von sikur shkupton. Ky ka në gjop huja. Ka të gjithë. Po motorin. Po ti don, gavesh pak. Motorë, gavesh pak. Unë shëshninë mondhe i kam kamarcia Gjakovës. 4 puja çanej. Apo kuptoj, na liu çfarë neve. Kuptoj, ti s'kupton mu. Po unë s'u kuptoj, po gjysa na s'kuptojnë. S'ka gjë, po. Ja. E ke shështin tënde Ke shumë gabim. T'ja ke po. Pse ne të kuptojmë ty kurse ti s'na kupton e? Ata ti jon tash jo tjetër theks keni Jo, na. shumë gabim. Theksin e kemi secili po gjuhën një. Kush është më afër standardes, më gjurë standarde? Ju, shqiptarët e Kosovës apo shqiptarët e Shqipërisë? Jo, por ju jeni më ofër çfarë na kërkon si em vesh. Ej, ju me tana sanet jeni para neve. Ne? Edhe keni me kon gjithë. Po dhe? Ja, ke gabim, ne shohim ndryshe për. Jo, më ju është një ndryshe, po realiteti është çështë. Po jo, realiteti është relativ. Unë vetë kesh para 3-4 ditë në Tiranë. Po, çka kishte ndryshe? Çka ka më mirë në Tiranë? Nga Çfarë na thotë? unë poshtë çaj poshtë Ne Tiranë. na bogati që Shqipëri marrë me jetun në Kosovë. Nga. Unë më me krahazit çaj qendrën e Tiranës, se çanai ka Tiranë, ha. Çuçi poshën e vet. Edhe im konsi sa herë, po para 3 ditë të punave në herë kesh. Losan rrugën që ty në kryeqytetin në Evropë edhe Sërçan, Tiranë. Çfarë shëshit mirë, çfarë çdo. Ku ke shëshin këtë në Prishtinë çkëshëre? Që 3 vjet ja kanë nisë me punu e burr, a 5. Po. Të veç vjellin këta kryetorët e Prishtinës. Është vërtet. Cili typi që ne unë vjell. Shumë më shumë. Tiranë nuk vjen asnjë. Ç'çaj, gojë, pere që duhet deri çatje te parlamenti. Më shku, për 5 minuta ka lënë kom. E te ju ku për shkak për 5 minuta. Ka ç'kesh kimes 20 minuta, gjysë ore. Apo kupton? Po. Tranzitet Prishtina për Si? Prishtina për Si Tiranën. kuptova, nuk kuptova. Nga. Prishtina për Tiranën është sikur katon. Fshat. Është Tirana për Prishtinën, e vërtetë është kjo. Prishtina për Tiranën. Po. Prishtinë kur gjë s'ka, gjotsko, veç kur gjë. Unë çdo pere mastufte jam, e di për të mirë çushon gjendja në Taranont. Këtu veç çto stacisin kamera. Se jeshin çka hen rrugëve ti këshir çfarë rrugë shki. Që ty pas në Afganistan as në Indi nuk e kish ashtu. Shqipëria është e vërtetë kjo. Ua Shqipëria po çto në Prishtinë. Po dhe në Shqipëri so është. Më keq vallë. Më keq. E, Ne. çfarë rrugë shki ti çto? Ne atje tonë kena një problem ty Tash jesin ku kanë punë. Shkëqyre çdo rrugë e rregullojnë ka 10 herë. Ku në Tiranë? Çdo. Unë po foli çfarë po foli për Prishtinë. Thot mirë se këtu 10 herë në Tiranë 20. Ja, s'është vërtet. Ja, unë kom po. Çato në Tiranë. Çaj, gash çaj autobune. Sa minuta? Çaj autostrada që është rregullon në Tiranë. Po, rregullon. Gash, çfarë sollë? Në vetë kom po ku kanë protestat e fundit. Gaga, protestat e fundit, gaga. Po në vetë kom po burr për autobus. A di ku kupton diferencën? Nga Kuksi për shembull, në rrugë Kombit,
edhe krahasohet me kur futesh direkt në pjesën e Ibrahim Rugova. Ibrahim Rugovës. Kur futesh në Kosovë, ku kalon Dy autostradat. Dy autostradat, veç ky krahasim vetëm të bëjmë ne shqiptarët. Ja, nga veç, më mësëm të më politik. Do bëjmë çmimet. Nga është, realiteti, çfarë sheshi ka Tirana, ka Prishtina, çfarë rregullimi, çfarë rregulli ka Tirana, Prishtina është katon për Tiranë, në të dole edhe kry. Po themi Po mor parasysh ajo veç e Tirana Sali Berisha. Po themi të dy të njëjtën gjë. Ti po e thu për Tiranën, domethënë unë po e them për Prishtinën. Ose ti po thu për Prishtinën, ne unë po them për Tiranën. Pra bin të dy dakord për të njëjtën gjë, që këto janë maskarejnë, që janë politikanët, janë hajtuta e kriminalet, korruptuar dhe vetëm vjedhin dhe nuk bëjnë asgjë për shqiptarë. Qoftë Prishtinë, qoftë Kosovë. A jeni dakord me mua? Dakord. Do Prishtina ka qinë në çaj që hyp ka vjedh, shumë më shumë. Po. Çata kryetor. Po edhe Prishtinë. Në unë ja kanë qi, çata që hin në unë ja kanë qi. Unë di vetë ata kanë fokë. Po të jashtë në unë të çakon në atë edhe në ja kisha po mos i sa ata. Domethënë, ato po e bëjnë shumë mirë. Ha? Ato po e bëjnë shumë. Ta mbyllim. Këllë që janë unë, këllë. E po ja mbyllim për paja është unonën. Natë e mirë. Që shumë një mirë qëtë, një të përë. Për Zot. Po që ka djek goma fare. Jo me hajde. Ja pra kështu kom kryq ka lezet. Urime.
Bravo, bravo. Urian.
Qa përno do? Oho, e pa ty e gjetën dhe? Aty e gjetën dhe foto? Shkojnë në hotel, shkojnë në hotel, shkojnë në hotel. Që jem buke uj, një familje madhe që si du të kërkuj, një logje me shërmije, një bab në pis, nuk lën albiku, me him mjedis, shumë jem së mu, por kur si ndërzu, e me plumat të gju, karmën e kem gru, për 100 vjet na e ndrojmë historin, se na e valim jetën, po se falim lirin, kush mori pjesën protesta masive, kush u bot merë, rësuj me shkime, një djall nga prekazi që se njeh dërzimi, kjo pushk shqiptare që jo është në trishtimi, adem bashkë si njeri parë, në një kërkmada e si një parë, që tani gjithë flamush, bravo, bravo, bravo. Ai që ka dit lindjen bashkë me flamurin. Po me ekipo, hajde moj foto. Moj foto. Ha, me lën mes. Hajde kësuar pavarësi Kosova, Hajde kësuar.